Po. Feminizmi është në krejt botën realisht, është një koncept politik social i cili i don barazit gjinore me qenë të barabartë krejt njerëzit për vendosjen e secilit çka don me bo. Realisht nuk është veç për gra, është edhe për burra. Arsyeja pse? Se në këtë vendet e botës, përveç disa vendeve të Suedis, të Finlandës, vendet skandinave, ekziston barazia gjinore. Se në këtë vendet e botës është udhëheqje dominante e patriarkatit burrat të cilët kanë një privilegj të jenë ma të pagum, të kenë ma shumë privilegje se gratë realisht edhe punojnë edhe kthehen në shtëpi, i bojnë krejt punë të shtëpisë, edhe masnena i këshyrin edhe fëmijët, edhe krejt se burrat ju ka kushtu një farë norme, të cilat ata duhet me jetu vetëm jashtë edhe duhet me punu vetëm jashtë shtëpisë. Realisht çka është problem edhe me burra, se nëse është një burr pak më i butë ose ka një farë gjendje emotive ndryshe, edhe për ta patriarkati është shumë i rënd, se burrat nuk duhet me kaj, duhet me qenë shumë të fortë edhe duhet me përballë me jetën edhe me ju pru dhe me siguru grave dhe fëmijëve të vet ushqimin. Po